jam vërtet shumë i lumtur që jam marrë pjesë sot në këtë ceremoni inaugurimit të kësaj fushe, e cila nuk është thjesht vetëm një fushë futbolli me bar artificial, por është mendimi jonë për të investuar për ju dhe për gjithë bashkëpunëtarët e juaj, për të luajtur futboll, për të rritë sa më të gëzuar dhe për të edukuar sa më mirë nëpërmjet futbollit. Jam shumë i bindur që i gjithë brezi jonë ka borxhe karshi moshës tuaj për infrastrukturën që duhet bëjmë për futbollin. Fatmirësisht ne në Shqipëri jemi vendi i parë në Europë që e dashurojnë futbollin, gjithë prindit duhet t'i bijnë fëmijët futboll, gjithë fëmijët bëjnë presion tek prindërit që t'i dërgojnë ato futboll, kështu që detyra e gjithë institucioneve është që të krijojë sa më shumë kushte dhe kemi deficite për infrastrukturë sportive dhe fusha futbollit. Por sot jemi domethënë në një rast të mirë, në një shembull që është për të ndjekur nga gjithë. Unë du të falenderoj drejtuesit e Akademisë Tirana Republik për bashkëpunimin me Federatën e Futbollit, siç dihet kjo fushë është investuar nga Federata e Futbollit dhe nga financat private të drejtuesve të Akademisë. Duhet i falenderoj që kanë marrë këtë iniciativë dhe të sensibilizojë gjithë ata që e duan futbollin, por edhe ata që kanë mundësi por që nuk merren me futboll, që t'i bashkohen iniciativës tonë për të bërë sa më shumë fusha futbollit dhe për të qenë sa më pranë jush për të përmirësuar infrastrukturën, që vërtet t'ju plotësojmë kushtet ju, që të ndiqni ëndrrën tuaj, pasionin tuaj për të vazhduar këtë lojë të bukur. Nuk duhet ta zgjas, duhet t'ju falenderoj gjithë dhe ju kryesisht fëmijëve që jeni këtu, duhet t'ju falenderoj që na ndiqni dhe lojën dhe neve. Dhe edhe një herë t'i falenderoj gjithë pjesëmarrësit, prindërit kryesisht, t'i falenderoj për besimin që kanë të ne, drejtuesit e Akademisë, dhe uroj ta shijoni këtë fushë, uroj ta shijoni futbollin, uroj që të gëzoni, të qeshni, të bëni gola dhe të miqësoheni sa më shumë dhe të rriteni tamam ashtu si një komunitet dhe si një skuadër. Faleminderit shumë që jeni sot këtu.